raportin me opozitën. Ti kalojmë marrëveshjet ndërkombëtare dhe pasaj se këtë flasun sot këtu në televizor, Zona Gërvalla, ka shumë e rëndësi çfarë flisni ju në televizor. Unë duket isha shumë e qartë. Absolutisht po unë e kam këtu për ta qartësuar ndoshta ata që mund mos me pas qartë. Raporti i gazetarit në këto momente në këtë intervistë është për ta qartësuar, për ta dhënë informacionin sa më të pastër që është e mundur. Po, por informacioni për ju është një titull. Për mua është një proces shumë i rëndësishëm, të cilin unë nuk dua ta cënoj në asnjë segment, në asnjë centimetër të publike, nuk është çështja e gazetarit dhe nuk është segmenti kryesor i gazetarit vetëm për të informuar, është edhe për të ndikuar, për të edukuar opinionin publik, është më shumë. Edhe gazetaria është mision, nuk është vetëm një profesion i thjesht. Unë të tillë e konsideroj të paktën. Pa dashur të shprehem keq, unë mendoj që ky diskutim që është hapur tash në këtë moment, kur kemi proceset të tjera që i paraprin procesit të zgjedhjes së presidentit apo presidentes, është edhe një farë përpjekje për ta hequr vëmendjen nga 51% edhe ose për ta neutralizuar. Zona Gërvalla se s'mund të hiqet. 51 është shumë i madh për t'u hequr. Edhe pak për ta neutralizuar dhe të thënë se ndoshta s'është fitore kjo se kush e di apo zgjedhin presidentin. Sa ka thënë dikush që s'është fitore 51%? Kanë thënë shumë veta që këtë është kjo fitore, sepse në mars nuk do të mund ta zgjedhin presidentin edhe do kemi zgjedhje të reja. Shumë veta. A i duani zgjedhjeve të reja në mars? Përbes jo. Ama a do duhet të shkonim dhe njëherë në zgjedhje të reja, unë nuk mendoj. Se deri ku duam ta çojmë kredibilitetin e këtij sistemi, Dhe zgjedhjet janë demokratike, edhe në vende shumë demokratike ka zgjedhje të njëpasnjëshme. Ka zgjedhje të njëpasnjëshme, po jo me këtë rezultat. Nëse rezultati 51% nuk mjafton që opozita të jap mbështetjen e saj në disa procese, atëherë përbes unë nuk e di se çfarë rezultati kërkojnë ata. Po, e qartë, po insistova në raportin me zonën Osmani me që kishte raportime në momente të ndryshme se ka një lloj ftohje, pastaj ishin ato diset e këngëve me një farforme që u raportuan edhe u tha zona Gërvalla me zonën Osmani, nuk i kanë më raportet e njëjta. Unë e kam thënë dhe atëherë, pikrisht me atë këngën e kam thënë, lafe, dhe në çdo studio jam përpjekur t'ju transmetoj që merruni më pak me lafe dhe shihni më shumë substancën e bashkëpunimit, mirë po nuk ka pasur gjithmonë gatishmëri për ta pranuar këtë pozicion. Ka patur ftohje, ka patur probleme ndërmjet juve zonja Gërvalla, apo është diçka komplet normale, është demokratike ku keni mundë mos pajtoheni për ndonjë pikë? Nuk është çështje ftohjesh, po presidenti i Republikës ka një rol krejt tjetër. Është e vërtet kjo. Do t'ishte e çuditshme sikur ekzekutivi dhe presidentja e vendit për absolutisht secilën temë të kenë mendimin identik. Do t'ishte e çuditshme. Në njërën anë, kur presidentja Osmani konfirmon qëndrimet tona, e quajnë noteret Albin Kurtit. A ka qenë? Nuk ka qenë, në asnjë moment nuk ka qenë. E thaj me shumë përgjegjësi, sepse unë kam qenë pjesë e gjitha